Mbrëm në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës në Tetovo mbajt edicioni 21 i festivalit për fëmijë Bletëza 2015. Në këtë festival garuan 15 këngë që u interpretuan nga artistë të vegjël pjesëmarrës në këtë festival. Krahas këngëve garuese për çmime në skenën e festivalit performuan edhe fëmijët parashkollor nga qerdhja private e reja, si dhe trupa e baletit Menada. Të gjithë garuesve nga ana organizatorëve ju ndan nga një mirënjohje përderisa vlerësimet e këngëve dhe çmimet u ndan nga ana juristë profesionale me në krye muzikologën e mirënjohur nga Shqipëria, Zhani Ciko. Hapja e festivalit u bën nga drejtori i festivalit Mevaipa Abdiu, i cili në fjalimin e tij ju dëshiroi mirëseardhje të gjithë pjesëmarrësve, si dhe shprehu falëndërime për të gjithë ata të cilët kontribuan në organizimin e këtij festivali. Pjesëmarrës në festival krahas shumë personaliteteve nga sfera e kulturës, artit, muzikës, arsimit, ishte edhe kryetaria e komunës së Tetovës, Teuta Arifi, e cila në fjalën e saj përshëndetëse theksoi se komuna e Tetovës gjithmonë do të mbështesë këto manifestime dhe se gjithmonë do jemi aty ku janë fëmijët. Edhe një herë të them që ne do jemi gjithmonë në mbështetje të fëmijëve dhe të aktiviteteve të tyre. Po t'ju kërkoj sot në ditën e personave me nevoja të veçanta që posaçërisht të ndihmojmë ata fëmijë të cilët kanë nevojë dhe në qoftë se ndihmohen pak, mund të këndojnë ashtu si këta fëmijë, mund të recitojnë ashtu si këta fëmijë, mund të shkruajnë dhe të lexojnë dhe t'i përkrahim edhe prindët e tyre për arsye se për të ngritur sot një fëmijë me nevoja të veçanta, gjithsesi se është një vështirësi e madhe. Unë dëshiroj që të them se ne kemi obligim që të përkrahim të gjitha këto lloj manifestimesh, për arsye se ne vetëm përkrahim entuziazmin e organizatorëve dhe do jemi gjithmonë aty ku jeni edhe ju. Sonte të mos jetë motiv kush do ta merr vendin e parë, vendin e dytë, vendin e tretë. Mjafton që i krijojmë kushte këtyre fëmijëve të dalin në skenë. Ndarjen e çmimeve për këngët fituese të festivalit e bëri maestro Zhani Ciko, ku çmimin Bletëza më e vogël e fitoi Unik Kroj, çmimin Menada i Lire e fitoi Diellona Veseli, çmimin Radio Bleta e fitoi Flakan Aslani, çmimin Televizioni Koha e fitoi Vesa Baholli, çmimin Best Talent e fitoi Anea Sulejmani, çmimin Best Hits e fitoi Isra Durmishi. Performanca më e mirë ose vokali më i mirë i festivalit Majsela Kolonia, çmimin e publikut e fitoi Eliesa Selami me 231 vota nga ana e publikut. Çmimin e orkestrimi më i mirë e fitoi kënga Shoqe Shkolle Albert Sami. Çmimin e tekstit më të mirë e fitoi kënga Xhumashi e Rolinda Halimi. Ndërkaq përfund u ndan edhe çmimet për 3 vende të treta, 2 vende të dyta si dhe çmimi i parë, kënga fituese e festivalit. 3 vendet e treta: Të dua, zhëtem me muzikë të Jona Shaqirit dhe tekst të Avni Qailit. Kënga hit Dua të jem me muzikë të Drita Rudit dhe tekst të Aulona Kolonjës dhe këngën e fundit për vendin e tretë e fitoi Altin Cami. 2 vendet e dyta i fituan Vigan Maksuti dhe Majsela Kolonia me këngën Ta shëtisim Shqipërinë, ndërsa çmimin e këngës fituese të festivalit Bletëza 2015, çmimin e parë fitoi kënga Shoke Shoqe, kënduar nga Rona dhe Rozafa. Tani ndjehemi shumë të emocionuar sepse nuk e prisnim që ta marrim vendimin. Nuk mendoja asnjëherë që do ta fitoja vend parë, po pa pritmas vendi parë na u shpall. Jam shumë entuziast për arsye se shoh që ka një traditë, kjo traditë mbështetet nga ambiente mediatike lokale, të cilat edhe krijojnë, edhe prodhojnë, edhe i përhapin. Dhe kjo është gjë shumë e mirë. Kjo iniciativë e televizionit e radios Bletëza që prej kaq vitesh organizon këtë festival është vërtet emocionuese. Kjo ishte emocioni i parë me cilën hyra për të dëgjuar 15 këngët e përzgjedhur nga grupi organizator. Midis tyre dallova 3 tipe këngësh kryesore. Një tip këngësh janë të botës fëminore, zbavitëse, të këndshme, të tematikës që ndjejnë dhe përcjellin fëmijët vetë, të atyre melodive që ato mund të këndojnë në çdo moment të jetës tyre, duke u veshur, duke ngrënë mëngjesin, duke shkuar rrugës për në shkollë. Kishte këngë të tilla bukura dhe këto këngë, të them të drejtën, janë këngë që tregojnë se jeta po gjallërohet, ka dhe jetë artistike të mirë, ka dhe talente që dalin në skenë që moshën madje fëminore. Këto ishin dhe këngë të cilët unë vlerësoj dhe jo
rastësisht kënga që i kushtoi shoqeve, ishte kënga fituese për kësaj bote. Festivali Bletëza tashmë është tradicional dhe ndër të vetmit që kanë mbijetuar fal një organizimi të mirëfillt. Interesimi ndaj këtij festivali ka qenë në nivel të lartë për të marrë pjesë në këtë festival, ndërsa salla e qendrës për kulturë si rallëherë ka qenë e stërmbushur deri në karrigën e fundit.